Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kos, do të zhvilloj bisedime në Shkup gjatë një takimi 2 ditor me udhëheqësit e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor për përshpejtimin e zbatimit të planit evropian të rritjes për këtë rajon. Sipas Komisionit Evropian, udhëheqësit nga Kosova, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Malizi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe komisionarja Kos do të përpiqen në reformat kyçe për të zhbllokuar ndarjen e fondeve nga plani i rritjes dhe të sjellin përfitime për qytetarët e shteteve kandidate për antarësim në BE para pranimit të tyre në blok. Gjatë takimit 2 ditor, Komisioni Evropian do të propozojë një paketë të investimeve në vlerë prej 87.7 milion eurosh, e cila pritet të tërheqë pothuajse gjysmë miliardi euro në investime private për projekte të energjisë së pastër në mbar rajonin. Po ashtu do diskutohen fusha të reja të bashkëpunimit, si mbrojtja e konsumatorëve, turizmi dhe rruga drejt tregut të përbashkët, e cila do të përshpejtonte integrimin ekonomik të Ballkanit Perëndimor në tregun e përbashkët të BE-s. Nga plani i rritjes, të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, përveç Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, kanë marrë fondet e para të parafinancimit. Plani i rritjes parashikon mbështetje financiare prej 6 miliard eurosh, nga të cilat 2 miliard janë grante dhe 4 miliard janë kreditë buta të ofruara nga BE-a për reforma dhe investime në fusha sikurse energjia, transporti dhe transformimi digjital. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, do të jenë ndërfolësit e këtij samiti. Mbrëmjen e sotme, kryeministri Hristijan Mickoski pret një darkë formale me liderët e rajonit dhe zyrtarët evropian, ndërkohë ministrat dhe partnerët zbatues do të marrin pjesë në një darkë paralelisht në të njëjtin ambient.